Këtë diskutim që e keni filluar 1 minutë para kohës. 1 minutë para cilës kohë? 7:14, unë isha 7:15. Diskutimin që e kemi nisur para kohës, më ndodha thash mos po thu para kohës, jemi duke folë për fitoren Mitrovicën tënde. Po, nuk e di bre, mos është konstatim pak i shpejt me Jo, exit poll është kjo, se nuk është ne exit poll, natyrisht exit polli mund të jetë edhe saktë është, po duket që Mitrovica që ashtu qyshe kemi parashiku kush shumë ngare, ashpër, interesante dhe vazhdon të jetë ashtu deri në momentet e fundit dhe mos të harrojmë që zgjedhjet përfundojnë pas 2 javësh, jo sonte. Se është edhe balotazhi, kur gjë nuk dihet, plot kandidat që do të jenë të parë do dalin dytë mas 2 javë. Kështu që nuk kërë mas 2 javë, është mas 1 muaj. 2 javë më në? Jo, në 12 nëntor është balotazhi. Apo, okej. Si do që t'jetë. Tash nuk e di, exit pollet, zakonisht janë disa exit pollet që janë deri dikun të sakta, disa exit pollet jo dhe ashtë të sakta, po megjithatë besoj që ka qenë proces fair, por unë ende nuk po muj me kuptu si është e mundur numri kaq i vogël i pjesëmarrjes. Kanë të takënët kanë votu. S'ma mërmenja be që rraj njerëzit që dhënë kanë votu, që ka mi ardha ti marrë me thonë kom votu, se pi vjen marrë, në ashta s'ka votu, e hajtë ti dhëmë ti se kom votu. Po besoj që ata që ki takuar e kam pasur shenjën të cilën ta dëshmojnë që kam votuar. Pikresht. Ende s'po muj me kuptu. Shumë kësha pas qef kush, me kombe na eksperti statistika si është e mundun 39%. One s'pres 80% me votu, pas 39% s'po kuptaj kush. A e ka dikush të qartë? Që të në studia, apo dikush jashtë, a uno me thirë dikana, me pyta, a është puna që është e përfshimin e lista dhe diaspora, pa dhe nësë është diaspora aktivisht merr pjesë procese politike duke përfshi edhe votimin. Nuk e kam të qartë dhe i kërkoj falje edhe shikuesve dhe të gjithëve duke përfshi edhe mua që nuk e kam të qartë si është e mundur 39% pjesëmarrja. Edhe në secillat zgjedhje ndodh që ashtu 35%, 39%, 45%. Për numri i votuesve është më i lartë, për nga numri